djemt, burrat, gratë, ma pak. Ata thonë, jo, po dyqysh më martu, po më hup liria, së në dalë me shokë, ka me shku qitë planë, ka me bo këtë projekte, ka me bo kështu, kështu. Dhe më thonë, duke të Antigona përmeni që ne rendisim 100 projekte tjera që jepin prioritet. E kur dhe luani jemi aty. Kur vjen punët e martesat, dyqyshimi që qona. Po së është vendim... Liri, jo. Nuk vjen as letë, Jo, si vendim, ke që veç pak përgjithësi. shto po duhe edhe me shkëklue. Po është komplet jetën tonë, qa ke punu, qa ke ndërtu, deri në qatë moment, me nol. Jo. 90% në qasojna, për një vekja. Problemi është atë që, për shembull, po ju ju imponot tani si triqe. Do të me pas kushte, do të me pas karrierë, do të me pas të, do të me pas gjitha këto. Njëri nuk mundet që të krejt, nëse ta shpas plasin për moshën ideale. Kanë më shumë stres në këtë aspekt. 29 vjeçana, 30-37 meshkujt, shkollohen, punëson, i bojnë gjitha edhe janë ti ndjesh inferior një ditë që së mënesh mi plëtsue, edhe në tjetër mënesh më këthyë ka partnerë me thonë, po kjo ka pa shpirt, ti asë më që gati im ka vdes,